Mirë, jemi në pjesën e parë të pjesës së dytë të emisionit. Edhe kemi në studio një nga reumatologët më të mirë të vendit, doktor Ervin Rapushi. Mirëmëngjes, doktor. Mirëmëngjes, mirëserdhje, doktor. Kënaqësi që të kemi pjesë të programit. Mëngjeset kaq të hershme janë gjithmonë për ty, si mjek në krye detyrës? Ne fillojmë punën që në 7:00, kështu që nuk është ndonjë problem për ne pjesa e orarit. Plus jemi mësuar me stilin e rojeve, kështu që ne kemi shumë më të lehtë për të orientuar. Okej, nuk kemi prishur shumë punë që të kemi sjell kaq herë, domethënë, jemi më të qetë. Do të flasim sot për një nga problematikat më të shpeshta, të paktën në moshën e tretë, por edhe tek të rinj po shohim që kanë filluar ankesat sa i përket artritit reumatoid. Nuk e di nëse fillon aq herët apo është përshtypje e gabuar tek të rinj që mendojnë që kanë artrit dhe a kuptohet më njëherë të deformimet që mund të jenë kyçet apo ka simptoma të tjera. Në radhë të parë, kur ne flasim për artritin, të gjithë trembemi. Aktualisht nuk është më për të trembur artriti si sëmundje, për shkak se kemi mjekime dhe janë armë shumë fuqishme, të cilët ndihmojnë, të cilët të parandalohet dhe të mjekohet shumë mirë. Normalisht, jo të gjithë pacientët që vojnë për dhimbje kyçesh janë artrite. Pra në radhë të parë, ne kur kemi parë një personi ose një individi i cili ankon për një dhimbje kyçesh, në radhë të parë është diagnostikimi nëse kjo është artrit apo nëse është artrit reumatoid apo është artrit për shkaqe të tjera. Normalisht, kur është një moshë e caktuar, në basë moshës të themi për 40 vjeç, është me letë për ta diagnostikuar, por më të vështirë rastet tek fëmijët për diagnostikimin e artritit. Edhe ka dhe mes fëmijëve? Fëmijët ka një incidencë, artriti mund të shfaqet që në moshat vogla, që në moshën 3-6 vjeç, nuk është në sezviteti mosha më të mëdha. Por ideja është që gjithmonë duhet përjashtuar të gjitha sëmundjet e tjera të cilët një moshë të vogël nuk provokojnë artritin dhe pastaj ta pranosh që është artrit reumatoid. Mandej një moshë që është më e madhe, shumë herë më e lehtë për ta diagnostikuar artritin, sepse shumica patologjive janë të njohura, dim stilin e jetës, dim trashëgimin familjare nga çfarë dhe shumë herë më thjesht për ta konceptuar dhe për ta orientuar drejt një diagnoze të artritit. Pra konkretisht tek fëmijët që janë 3 deri në 6 vjeç, nëse shfaqet kjo gjë do të thotë që e kanë genetike? Fillon në këtë moshë. E kanë marrë nga mamaja? Patjetër, fillon në këtë moshë. Por mundet që pikun më të madh të incidencë kanë moshën 12-14 vjeç. Po çfarë shkakton pra që fillon kaq në këtë moshë? Me parasysh që fëmia 3 vjeç është ende në zhvillim, akoma vetë ai nuk. Jo, normalisht në prezencë më të madhe të rasteve, artritet janë që kanë një bazë predispozicioni familjar. Pra gjejmë një motor, gjejmë një vëlla, gjejmë një nën, një baba, gjejmë një gjysh i cili ka një histori të diagnostikuar për artrit reumatoid. Por mund fillojë edhe de nuovo. Nuk do të thotë patjetër, pra mund filloj rishtas në një fëmijë, një artrit reumatoid, mund filloj dhe një moshë të madhe. Si e kuptojmë që një fëmijë 3 vjeç ka artrit? Cilat janë simptomat e para dhe ankesat që mund të ketë? Te fëmijët, mënyra e fillimit të artritit është shumë bizar. Mund të jenë forma që fillojnë me temperaturë të lartë. Shiko, pacientët cilët vinë në reumatologji, shpeshherë drejtohen te reumatologu kur kanë një histori të gjatë me dhimbje të kyçeve apo me sëmundje të tjera simptomatike shoqëruese. Është shumë e thjeshtë që thua që artriti reumatoid ka dhimbje kyçesh në ngurtësi mëngjesor. Por në rastin kur mund fillojë më shumë dha, një artrit reumatoid mund fillojë me temperaturë të lartë. Dhe këta pacient mundet që të shkojnë në infektiv, se nuk drejtojnë direkt te reumatologu, se ka një temperaturë dhe vjen te reumatologu për një temperaturë që shkon 39-40, mund të zgjasim 1 javë, 2 javë, 3 javë dhe mandej orientohen. Ose mundet disa forma të artritit mund të fillojnë pa dhimbje kyçesh, mund të fillojnë me temperaturë, mund të fillojnë me limfadenopati, me gjëndra nëpër trup, mund të fillojnë me zmadhim të mëlçisë, po flasim për gjëndra nëpër trup, ku? Për gjëndra limfatike. Dhe në këtë rast drejtojnë te hematologu, se aty është frika më e madhe. Pastaj orientohen kur shohin që përjashtojnë gjithë sëmundjet malinje të gjakut, përjashtojnë sëmundje infektive, normalisht drejtojnë tek reumatologu për problemet e kyçeve. Po te moshat mbi 40, doktor, cilat janë shenjat më të shpeshta që hasin për të kuptuar që kanë artrit? A vinë që në fazat e para, apo vinë kur realisht? Aktualisht janë më të ndërgjegjësuar në lidhje. Përpara kemi pasur raste transkuruara, raste të ecura shumë keq, kjo edhe për shkak të pjesës së informalizimit, për shkak të pjesës që mundësia kontakti për pasur një mjek reumatolog ka qenë shumë e pakët, ose për shkak të jetesës në vende rurale shumë të largëta. Kurse aktualisht janë shumë herë më të ndërgjegjësuar. Në momentin të cilin kanë disa simptoma të saktuara që i lidhin me dhimbjet e kyçeve, orientohen shumë shpejt te mjeku. Aktualisht artritet kapen shumë herë se sa që janë kapur dhe diagnostikuar. Nuk themi që nuk ka raste, ka dhe raste të cilët janë shumë transkuruara, por që kapen dhe vinë shumë herët.
Por para si gjithashtë, është një dhimbje kyçi që vjen për 2-3 javë, nuk mund t'i thuash që është patjetër një artrit reumatoid. Do të kaloj një periudhë mbi 6-8 javë me këto dhimbje kyç, është që ne këtë pacient ta klasifikojmë që ky ka një atralgji, pra një dhimbje të kyçeve, dhe mandej kjo të specifikohet me teste laboratorike apo dhe me ekzamime më të mëtejshme që pacienti thuash që me artrit reumatoid të filloj një terapi bazë. Pra nuk është thjesht domethënë një dhimbje kyçi që çon edhe shkon. Tani, besoj ka pasur raste që të pacientëve të cilët në një moshë madhore, flasim për moshën 60 e sipër, që janë shfaqur atëherë shenjat e para të artritit, por nuk kanë pasur asnjëherë për gjatë rinisë së tyre. Ndodh në këtë formë? Ndodh goxha. Në këtë moshë është pak, të themi, më e lehtë për të diagnostikuar pjesën e artritit, por janë gjithmonë duhen përjashtuar sëmundjet shoqëruese. Për shembull, nëse vjen një moshë e tillë, i cili ka një diabet, duhet përjashtuar dhe patologjitë të cilët domethënë diabeti shkakton dëmtimet artikulare. Ose mundet të ketë një problem të veshkave që nuk eliminon kriprat, kryesisht acid urik dhe fosfate, të cilët mundet që të depozitojnë në kyçe, provokojnë një artrit. Pra, gjithmonë është një diagnozë përjashtuese. Me qenë se jemi dhe mosha e tretë, ato shtrembërimet e gjymtyrëve, për shembull gishtave, gjithmonë kemi të bëjmë gjithmonë me artrit në të raste, apo jo domosdoshmërisht? Normalisht në 75% të rasteve janë problemet cilët janë të lidhura me artritin. Nuk është se shtrembërimi i kyçeve vjen kaq shpejt, dhe në rastin e artrozës. Moshat e mëdha kanë pas mos 45-50 vjeç fillon degenerimi i artikulacioneve dhe shtrembërimi mund të ndodhë për shkak të degenerimit, për shkak të artrozës, më shumë se për shkak të artritit. Nuk diskutohet janë ca faza shumë të imta në të cilën osteoartriti kalon osteoartrozë dhe imiton shumë bukur një artrit reumatoid. Por prapse është ai kriteri kohë që përmenda më sipër dhe është specifike që kur ti pacienti ndjek në kohë është shumë të lehtë për ta diagnostikuar nëse kjo është një fazë kalimtare apo po dëmtime ka ndodhur për shkak të artritit. Ka dhe forma të cilë ka dëmtime të lindura të kyçeve, ku artikulacionet janë që në lindje të dëmtuara, dhe që këto me kalimin e kohës mund zhvillojnë artrite. Në këtë rast nuk është vetëm artriti që janë, po janë ekzamenimet imazherike të cilët ty të orientojnë dhe thua po, zonjës e zotrit i ke pasur gjaj një dëmtim më përpara, që nuk i qenë i lindur, apo dhe një traumë, apo ke kaluar diçka më përpara që cilët ty të ka dëmtuar këtë artikulacion dhe këtu është mbi vendosur një artrit. Kjo është shumë e rëndësishme për ne mjekët reumatolog, sepse na duhet të specifikojmë dhe për pjesën e diagnozës dhe për pjesën e mjekimit, mbi të gjitha. A mund të rregullohen deformimet? Nëse kapen në kohë? Apo nëse ka nisur si fazë? Të gjitha mjekimet që bëhen janë që të arruash në atë stad dhe të bëhet pak më mirë. Por që nuk ka një. Nuk mund të gënjejmë të themi që fillohet terapia dhe këto do kthehen në normë. Dëmtimet disa raste dëmtimet e kockave janë të parikthishme. Prandaj ne duam që t'i kapim sa më herët dhe aktualisht kapen sa më herët, që të fillojë mjekimi më herët dhe të ulet shkalla e invaliditetit. A mundet që të rregullohet ky lloj deformimi me disa forma proteza, shoqë shitje rëndom, mundet një lloj korrigjimi? Në stadin të cilën aktiviteti i artritit ka rënë, dhe në stadin në të cilin është ankilozuar, nuk ka më kuptim që të vazhdoj me mjekime, por endoprotezimi, zgjidhja përfundimtare. Okej, pra është invaliditetin, pacienti rikthehet jetës, është të mundshme, por kjo kryesisht për artikulacionet e mëdha, siç është gjuri apo koksofemorali, kurse për artikulacionet e vogla të duarve, jo vetëm këtu tek ne, por në shumë klinika jashtë në botë, shumë pak bëhet për të rregulluar gishta, për shumë t'i kthesh. Tani, ti po flet për protezim me ndërhyrje kirurgjikale apo protezim, vendosja protezë, pra zvendëson komplet artikulacionin. Jo, se po të pyesja nga këto që janë si forma që thjesht e bllokon, që e korrigjon, që e vendos dhe e mban për shembull një pjesë madhe të ditës. Nëse nuk ul aktivitetin e artritit, në mënyrë të tillë që të ulet shkalla e dëmtimit të artikulacioneve, ato nuk është janë të efektshme, mund të ndihmojnë, ato janë shumë zakonisht për traumat. Ka edhe disa dorashka që përdoret për artritin, ose për të... Po prapë ato janë të lidhura gjithmonë me pjesën e mjekimit për uljen e aktivitetit. Pra të ulet biri aktiviteti që të qetësohen dhe të përmirësohen. Si ulet aktiviteti i artritit? Çfarë duhet bëjë një pacient në momentin që diagnostikohet? Normalisht fillohet mjekimi. Thash në pak më sipër që aktualisht nuk është më ato skem, nuk është për të pasur më frika artritit, ose nuk është frika të artritit, por është frika që do shkosh te reumatolog dhe marrësh se s'bën kortizon, ose do marrësh se s'bën antiinflamator, të cilët do t'japin 500 efekte anësore të cilat i japin. Ato janë të domosdoshme për të ulur aktivitetin për fazat e para, po aktualisht ka mjekime biologjike, të cilët
ndikojnë dhe arrin që ta mjekojnë pjesën e artritit. A janë mjekime afatgjata, pra duhet vazhdojnë për gjatë gjithë jetës të mjekime, në momentin që kam në fazat para, apo mund të ndërpriten nëse ka përmirësim? Ja, e para varet nga momentit të cilën paraqitet e mjeku. E dyta është pastaj gjithmonë janë disa teste që bëhen për të vlerësuar aktivitetin e artritit. Nëse aktiviteti bie, atëherë mjekimi dhe ndërpritet. Pacienti kalon në remision dhe ndërpritet. Mund të jetë një terapi mbajtëse në mënyrë të tillë që mos të zgjohet, por ama si rregull ndërpritet. Mandej mund të rifilloj kur t'i doj, sepse qefi artritit, sepse normalisht është patologji e cila është me bazë imune dhe çdo lloj stimuli sistemit imun mundet që ta provokojë dhe ta evokojë një artrit në çdo lloj momenti. Që do thotë që edhe stili jetesës edhe mënyra e ushqimit ka një rësi shumë të madhe. Të gjithë antikor. Okej, çfarë duhet të bëj? Domethënë çfarë duhet ndryshojë në stilin e tij të jetesës një pacient që ka një diagnozë të tillë? Normalisht janë dy gjëra në dy aspekte. E para është ajo që rekomandohet jeta e shëndetshme, ku ne themi shumë në jargon e përditshëm që jetë shëndetshme, por normalisht kur ka rutina e përditshme, shpeshherë harron pjesën e kësaj jetesës shëndetshme. E dyta mandej është pjesa të themi e kujdesit kur ti je në terapi për artritin. Normalisht ne kur kemi pacient që li trajtojmë me kortizon, i japi një dietë hollësishme, çfarë ata duhet të përdorin si ushqime, apo aktiviteti fizik që duhet të përdorin, se shpeshherë thonë që të meru me sport, meru me ecje, bëj vrap, bëj lëvizje, por këto gjithmonë duhet të kenë një diapazon të caktuar. Pra, nuk është ideja që ti të mos bësh, këto duhen bërë dhe jemi pro që të bëhen, por gjithmonë kundrejt disa kujdeseve të tilla të cilët nuk e lodhin artikulacionin. Vërtet ne duam që të ecim, të mbrojmë muskujt, të mbrojmë masën muskulare, por jo në një fazë të tillë, sepse kemi shumë pacientë thonë bëra 5.000 hapa, bëra 10.000 hapa dhe pastaj i zën krevatin sepse nuk lëvizin dot më. Kur kërkon për artritin, shpesh gjen dëshmi të pacientëve që thonë shprehen se kanë frenuar deri diku vetëm me anë të dietës. Sa e mundur është? Kjo është një gjë që dhe ne në vjetën na thonë për dietat caktuara që i përdorim. Aktualisht nuk diskutohet që është ai roli i dietave antiinflamatore, të cilët janë ushqime që kanë efekte antiinflamatore në trup dhe që ndihmojnë, por që nuk janë mjekuese. Duke marrë parasysh nga sëmundjet shoqëruese mbas e lehtësojnë. Pra nëse mbajnë një dietë ata që janë diabetik, sigurisht që ulin edhe nuk janë mjekuese. Normalisht thuhet gjithmonë që të mbahet dieta antiinflamatore ke plot sa të duash, por që nuk janë nga efekti mjekuese. Domethënë, ti do shpangësh në këtë rast një antiinflamator, do shpangësh ibuprofenin ose naproxenin, të cilin e japin për qetësuar dhimbje duke përdorur këtë lloj diete. Por nuk është mbase a e frenojnë? Jo, nuk e frenojnë. Unë kam dëgjuar, të paktën për personat që vuajnë nga artriti, që nëse posojnë një thyerje, një dëmtim të kockave për të rikuperuar apo për të ngjitur sërish kocka është shumë e vështirë. Mund ndodhi që nuk ngjitet kurrë për shkak të problemeve. Është e vërtetë kjo? Varet nga lloji artikulacionit të prekur dhe nga shkalla e artritit. Artriti bën një lloj inflamatore shumë të madhe. Domthonë artriti provokon osteoporozë në fazat e para. Që është një nga pjesë sekretere diagnozës, kur ne shohim një pacient, një radiografi një pacienti për vlerësuar nëse kemi apo nuk kemi osteoporozë, ose i themi periartikulare ose osteoporozë në kockat e gjata. Normalisht, nëse pacienti bën një frakturë, atëherë do imobilizohet. Dhe imobilizimi është përsëri një arsye që këtë pacient e çon osteoporozë. Mund të shanset për të shëruar, mendohet llogaritën që janë 5 deri në 10% më të pakta se sa populata normale, por jo të pamundur, sepse është sa trëmbe nga dëmtimet që mund posojnë se... Mandej nëse fraktura është multiple, nuk diskutohet, që do shkojë dhe do vendosi shifte, pra do bëjë një operacion me vendosin e vidave dhe meshinave të cilët do rikuperojnë artikulacionin dhe pastaj shërimi ka këtë 5-10%, në cili është pak më i zgjatur se pjesa tjetër. Po, a janë të ndikuar më shumë femrat apo meshkujt? Pra, kush preke më shumë? Më shumë është e femrat. Raporti është 3-1, ka vënde që çojnë raportin 5-1, por që në pjesën ku jemi në zonën tonë gjeografike, incidenca shkon 3-1. Shtatzania ndikon në përkeqësimin e një artriti, ose pacientja ka qenë me artrit më përpara, por njëkohësisht pas shtatzanive mund të rifillojnë të gjitha sëmundjet autoimune dhe kjo lidhet me rolin që ka estrogeni dhe hormonet të tjera mbi aktivitetin e sistemit. Mund të zgjojë pra nëse. Mund të zgjojë ose dhe mund të kemi pas pacientë të cilët pas trimestrit të dytë të shtatzanisë mund të rishfaqet, mund të rifillojë një artrit, ose mund ta përkeqësoj pjesën e artritit. Por që kam mjekime në shtatzanisë që ndikojnë shumë mirë që nuk dëmtojnë as bebin,
dhe që ndihmojnë që pacienti edhe të mjekohet shumë mirë. Rëndësishme është që ka zgjidhje. Po moshat që paraqiten më shumë qoftë edhe nga puna juaj e përditshme në konsulta, ka fëmijë mes tyre dhe sa të shpeshtë janë? Ne unë punoj pjesën e reumatologjisë adulte, na vijnë nga shërbimi pediatrisë ata që kanë mbushur moshën 16 vjeç që kalojnë te pjesa jonë, atje për trajtim për ndjekjet më tejshme, por mosha kryesisht është mosha mbi 45 vjeç. Mbi 45. Dhe konkretisht ku i kanë problematikat e parashicimet e para, i kanë të kyçet, duart, të këmbë, të gjunjët? Në të gjitha artikularet, në të gjitha artikulacionet. Pra nuk vinë vetëm që kam ndjerë deformimin të gishtat. Ka artritit cilë vinë vetëm i prekje të një kyçe, mund vetëm i prekje të gjurit, mund vinë vetëm prekje të brylit. Mandej është për të diagnostikuar tipi artritit. Po ka artritit reumatoide që mund prekin vetëm një artikulacion. Ka dhe pacientët cilët vinë nga konsultat e tjera, që ka mund të jetë një artrit me anemi të theksuar ose me rënje të rruazave të bardha. Hematologu nuk gjen një arsye pse po i bjen rruazat e bardha, pse po i bie trombociti, pse po theksohet anemia, dhe normalisht e sot e reumatologu për konsult dhe normalisht për ekzaminimeve ne gjejmë tek këtu kyçe që janë të prekura dhe që normalisht është artriti. Po mosha 45 e sipër është si pasojë e të lënit pas dore, pra në atë moshë vendosin të vinë, apo sepse në atë moshë nisë? Ka incidencë më të lartë në këtë moshë. Dhe kjo është e lidhur pastaj edhe me pjesën e shumë faktorëve. Duhani, stresi, është periudha që ti je në kontakt me shumëri të njerëzish të cilët mund ose jeta kolektive të cilët bën të mundur që të ekspozohesh shumë kundrejt faktorëve infeksioz, gjendje virale, të cilët janë të gjitha, pra është pjesa më delikate ku ekspozimi kundrejt sistemit imun, apo çedimi që mund të bëjë sistemi imun në periudha të caktuara mundet që të provokojë artritin. Po menopauza? Menopauza normalisht konsiderohet pak a shumë si një faktor mbrojtës, po ta shohësh incidenca, nëse tham 3/1, e artritit reumatoid fillon të bjeri pas menopauzë, mund të barazohet, mund shkojë 2/1 ose 1/1. Atje sepse bie efekti që ka estrogeni mbi implikimin e sistemit imun. Por që normalisht nuk është se menopauza është shkaktare e artritit. Okej, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje me shumë që Doktor, një artrit i pa trajtuar, mund të ketë komplikacione në organet tjera në trup? Plot, sa duash. Të cilat janë? Të gjitha organet. Një paciente që është me artrit mund të bëj prekje të syve, aty, deri në verbim. Kuptohet që është në mosha që janë më të reja, mund të filloj një artrit me prekjen vetëm të syve, dhe pastaj diagnostikohet me prekja e kyçeve. Mund të shoqërohet me prekje të mushkrive, pacientët të cilët shtrohen në spitalin e mushkrive, që mushkria mbledhur her pas here dhe nuk gjen asnjë lloj arsye dhe pastaj shifet kur bëjnë ekzaminimet që prit se kjo ka edhe 2-3 kyçe të dhimbshme dhe diagnostikohet me artrit. Mund të shoqërohet me dëmtime të zemrës, mund të shoqërohet me dëmtime të veshkave, pacientë të traskuruar të cilët nuk janë marrë seriozisht, mund të përfundojnë dializë dhe kur duke kërkuar shkaqe të dëmtimit të veshkave, ekziston që është një pjesë artriti. Pacientë të cilët mund kenë një ndjesi të mpirje këmbësh, lodhje këmbësh, që mund të jetë një neuropati e nxitur nga artriti, mund të manifestohet me shumë lloje prekjesh. Shumë interesante kjo, se kam përshtypjen një pjesë të madhe të diagnozave dhe pacientëve që drejtohen te ju vinë nga repartet dhe pavionet e tjera, sepse vinë shumë. Domethënë nuk është, e thash, aktualisht artriti nuk konsiderohet thjesht një prekje artikulare. Sot më shumë diskutohet prekjet ekstraartikulare. Ato janë problematika kryesore, se për një artrit të thjesht mund të mjekohet dhe nga mjeku i familjes ose nga reumatologët, të cilët janë niveli të dytë të shërbimit. Por zakonisht kur arrin një qendër terciare bëhet fjalë për një artrit ose që nuk i ka rënë aktiviteti pavarësisht mjekimeve të përdorura, ose që ka shfaqur një komplikacion. Pra një prekje në një organ të cilin duhet një terapi pak më agresive, duhet të themi disa mendje më shumë dhe me specialitete të tjera për të cilën duhet të arrihet të mjekohet. Çfarë roli ka aktiviteti sportiv, doktor, te artriti për një individ i cili nuk ka probleme, nuk ka shfaqur simptoma, po mbase ka genetikë dhe do të ruhet pak deri diku? Aktiviteti sportiv nuk diskutohet që ka rol për ruajtjen e masës muskulare, ndikon në mënyrë jo të drejtë për drejtë, por ndikon te pjesa e sistemit imun, e fuqizon sistemin imun. Aty, por nëse pacienti ka një genetik për artrit, ai atë artrit do ta zhvillojë. Mund të largoj pjesën e kohës ku ta zhvillojë, pra moshën më të madhe, por ama në një moment të caktuar artriti do zhvillohet.
Doktor, kalojmë pak të mitet popullore sa i përket artritit tani, se ka perceptime të ndryshme që kanë përshtypjen një pjesë e tyre mund të jenë të gabuara, por dhe një pjesë e tyre ndoshta janë lehtësuese për pacientët që e kanë. Kush ka probleme me artritin, zakonisht, ose me dhimbjet e kyçave apo reumatizëm, thonë që duhet mbulohesh në rërë të nxehta, apo duhet shkosh në ligja, apo ku diun 1000 gjëra tjera popullore. Si i gjykon ti? Këto nuk është se janë drejt për drejt me artritin. Këto më shumë të lidhura me pjesën e artrozës që përdorin. Por në kanë ardhur raste që kanë ardhur në gjendje shumë të rëndë nga mbulimi me rërë të nxehtë, apo ku di me këto situata tjera që vendosin lakra mbi artikulacione që digjet lëkura të kanë arritur deri aty se ta puntojnë edhe anësit për shkak të abuzimit. Vetëm nga lakra? Po, digjet lëkura, ka një artrit me një sinovit, infektohet dhe diskutohet dhe pastaj diskutohet për amputacion, për një artrit septik, mund të rrezikosh edhe jetën. Normalisht nuk është se, kur flasim për efekte, do më thënë, e lingjave, gjithmonë duhet konceptuar që ekziston ajo që quhet mjekësia e lingjave. Pra, normalisht ujërat termal kanë efektet e tyre, por fillimisht do më thënë diagnostikuar dhe mandej që të bësh një konsult me një mjek. Duhet edhe konsultuar, pra jo... Normalisht nuk diskutohet që ne na intereson ekspozimi kundrejt diellit për të ruajtur nivelet e vitaminës D, që ka efekte njëkohësisht pozitive edhe tek pjesa e sistemit imun, por normalisht në ato periudat, në ato orare të caktuara, jo deri në ato periudhë që në të cilën ti marrim një rast për shumë që ke një gjuhë të ënjtur ose një talë koral të ënjtur, i cili është në kulmin e aktivitetit të vet, i mbushur me ujë, me një cip të trashë artikulacionit, është me temperaturë, ti shkoni i vendoset dhe rërë të nxehtësi. Ujë me krip? Pra? Nuk është se ka ndonjë efekt, është shumë për pjesën e artroza. Pra, kryesisht mjekësia e rehabilituese e pjesës, do më thënë, e pjesës ujrave termale, është shumë pak për pjesën e artritit. Kryesisht procedurat e ftota, kryesisht me ujrat termal të ftohtë dhe me periudat saktuara jo më shumë se sa 3 deri në 5 minuta, se kemi parë që vjen edhe reklama që rrin nga 15-20 minuta, 1 orë, 2 orë në për këto ujra termal, ajo nuk është sepse me kalimin e kohës dhe ekspozimi gjatë një artikulacioni kundër një temperature të ftohtë, do t'japi probleme edhe me tendinet, do t'japi probleme edhe me pjesën e muskujve. Pra nuk është rekomanduar. Shtangësia mund të vi pastaj nga gjëra të tjera që s'kan lidhje me pjesën e. Ju vijnë pacient që bëjnë këto gabime? Plot. Veçon dot ndonjë rast të tipit që ka shkuar deri në rrezikim të këmbës apo ku diun gjymtyrit? Ose deri në ndërhyrje operacion? Deri në operacion jo, po që me gjendje shumë të acaruar, po, aty kemi pasur pacientë, se mos kur të jenë periudha e plazhit, periudha më e keqe, sepse është ideja që shkon në plazh që ti ke reumatizma, dhe që kanë ardhur gati në gjendje të paralizuar në klapa, në sensin që nuk lëvizin dot për arsye të aktivitetit të artritit, jo vetëm të pjesa e kyçe, por të prekjes së shtyllës kurrizore. Deri këtu. Shkon e gjen. Sipas statistikave, doktor, personat që preken më shumë, janë ato me shtat të lartë apo ato me shtat të shkurtër? Nuk ka. Nuk ka. Nuk është ndikon një që pjesa. Ta mëse shpëtua, pastaj pastaj kapin ato me shtat Nuk ka lidhje pjesa gjatë. Nuk ka lidhje pjesa gjatë fare. Jo thash diçka ka dëgjuar që bën të pyetjes ta. Po, duke qenë se ka lidhje me kockat mbase, ato që janë me kocka më të gjata. Nuk ka kyçet i kanë njësoj të gjithë. Kyçet i kanë njësoj të gjithë, por duhet të themi që është një problematikë që është shtuar. Ka një farë predispozite të personat të cilët janë obez, që kanë një incidencë më të rritur të pjesa e artritit, dhe kjo është për shkak të edhe presionit që merr artikulacioni kundrejt peshës së trupit, që mund të zhvillojë një artrit ose një artroz pak më herët se aty, por jo të lidhur të drejt për drejt, domethënë pjesën e gjatësisë. Por si ka që të paktën njerëz janë ndërgjegjësuar dhe vinë në kohë tani për ta kapur. Dhe nuk e lënë më në gratë fundit. Jo vetëm kjo pjesë e kësaj, por normalisht është rritur dhe numri i mjekëve reumatolog të cilët mu aksesi për të pasur një kundrejt një mjekur specialist shumë më i madh. Përveç kësaj mënyrët e diagnostikimit janë rritur jashtëzakonisht shumë. Mundësia e bërjes së testeve laboratorike është shumë e madhe. Dhe kosto nuk është ndonjë kosto shumë të madhe që tjetë e papërballueshme, të cilët bëjnë të mundur që dhe diagnostikimi shumë më herët. Kështu që me gjitha këto kushte është gjuna sot që të thuash artriti është diçka e patrajtueshme apo të frikësishme, siç e the edhe ti. Është vënë re që ne themi gjithmonë pas periudhës covidiane, që për gjitha sëmundjet autoimune është rritur pak incidenca të gjitha sëmundjeve autoimune. Një siguri ka zgjuar Covid. Po, por që përgjithsisht domethënë është rritur njëkohësisht ndërgjegjësimi. Pra, Covidi në klapa pati një gjë të mirë që rriti ndërgjegjësimin
kundrejt patologjive, dhe që janë bërë shumë të prekshëm në komplet pjesa popullatës kundrejt një patologjie. Kjo është e rëndësishme. Doktor, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Okej, ikim pak reklama dhe vim pas pak me shfaqjet e tjerë.